Mund të jemi shoqe nëse ky është pardyshi me që pjesa e parë ju pëlqeu shumë. Nuk mund të jemi shoqe nëse ke bezdin nëse vishemi rastësisht në herë ose dy herë meçi. Po them se do vishemi ditë për ditë si binjake, ama në herë ndot rastësisht se njerëzit vishin njësoj, edhe ti nuk mund të mërzitesh për këtë gjë. Nuk mund të jemi shoqe nëse ti më sjell në shtëpi dhe nuk më pret derisa unë të shkruaj një mesazh ose derisa të mbyllet dera definitivisht për të ikë në shtëpi. Domethënë, nëse ti me lin poshtë shtëpisë dhe ikën direkt, nuk je shoqe ime dhe nuk mund të jemi. Nuk mund të jemi shoqe nëse përdor vetëm fjalë të pista ose vetëm sharje edhe ofendon. Ndot të gjithë kemi përdorur ato shprehjet, ama çdo gjë ka limit. Ashtu siç nuk mund të jemi shoqe nëse ti vetëm shan edhe ofendon femra të tjera, edhe pse nuk kanë asgjë për të shah dhe për të ofenduar. Gjen çdo herë një diçka të vogël për të shah dhe për të ofenduar një femër tjetër, kemi disa probleme. Secili ka shijet e veta dhe gustot e veta, ama të ofendosh çfarë do lloj femër të del përpara. Mund të jemi shoqe nëse mendon që armiku jot do jetë edhe armiku im. Le të themi armiku në thojza. Normal, çdo rast është në vetje, por që nëse ti mendon që unë do urrej një person tjetër për një diçka që ai personi të ka bëu ty ose ti ke bëu ti personit tjetër, no. Mund të jap suportin tim, ama përderisa ai personi mu personalisht s'më ka bëu asgjë, nuk kam punë me atë personi tjetër. Edhe me në fund për këtë edicion nuk mund të jemi shoqe nëse ti mendon që është diçka koti, mu vesh, mu bogati, mu pis pillos edhe mu rrugullu, edhe me hik në një vend të këndshëm për të bërë disa foto super cute për Instagram ose për këto rrjetet sociale. Dhe për mua është shumë të rëndësishëm.